Po të kapish, edhe rroga që ka shku në fushën e gastronomisë, të çdo lloj gjë, edhe ato që po menaxhojnë nuk janë në nivelin e duhur se profesional. Se gjajnë një mënyrë që më të shkurtër dhe më të thjeshtë dhe më praktike të fitojnë 2 lekë. Po nuk janë vend vetë. Nuk janë. Njerëz që s'kan lidhje me atë. Restorante, hotele kanë hapur të gjithë bosat që s'kan lidhje fare me restorantin dhe me hotelin. Çdo agriturizëm ka i kantinë verë. Hapet loja e agroturizmit, bëjnë gjithë. Dhe ata e kanë ngritur në emër të teoria majmunit. Ata e kanë ngritur për fitim, bëri fitim, Fredi pse mos bëj dhe unë. Po mirë, këtë skuptojmë, se s'majmunoset me këtë e me këtë. Imitoni këta. Po nuk është model që hecën e. Shiko, modeli... Problemi modeli që hecën. Po Fredi, do kishe pranuar ti të shkoj e ke një restorant që të bënde menun që do të propozon të shefi, se ti edhe atje ku ke shkuar, bënd që atë thot koka jote. Po, tani, Fredi është një shef kuzhine, unë i thamë kështu, unë pak ndryshe stil anglez, dhe shkoj në krajnë e kundër, por restoranti, për mu, gjithë agriturizëm, gjithë restoranti, i mëngon identiteti. Që do thot identiteti? Këtë atë anën e personale, identiteti vjen nga kultura jote familjare, nga vendi e ku qëndron, si që ka Llogaraja. Llogaraja e ka. Shkon Harapash, i këna në Llogara, Harapashit. Kosi me mjalt. Po, kosi me mjalt nga kaq, pastaj kaq, tani ka vajt kaq. Po le, faktën është aq, po këtu s'është fare. Ti ke gjithë Drimadhën për shembull, gjithë Palazën sot që të është bërë me hotele shumë të mira, më thuaj mua një gatim shqiptar ku bëhet. Sepse palasa aktuale, jo vetëm që vdiq palasën mbrapa, i mori dhe ujin, fshatarët aty as nuk lejuan, u vuri dhe gardhin tek plazhi që kishin e tjera, pra këta funksionojnë vend, krijojnë një fshat paralel, është gabim komplet koncepti dhe prandaj jemi aty ku jemi sot me gjithë turizmin. Dhe ku do na çoj ky turizëm në këtë filozofi? Ne në vend që të jetë zinxhiri i vlerës që ti vërtet krijove se kishe një sasi lekësh dhe krijove një resort, po ti produktin duhet ta marrësh mbrapa. Shumë e vërtetë. Dhe zinxhir duhet shkojë që gjithë edhe ai në majt malit atje që mban vend të punoj për atë resort dhe ta ketë të shitur të padiskutuar. Dhe ky është turizmi i qëndrueshëm. Jo, ai kthehet në qoftë se gjithë fshatrat rreth do mbahen nga ai resorti dhe ky është Gjerdani turizmit. Ky është turizmi i qëndrueshëm që flas vitin. Ja ti bëj një pyetje të gjithëve unë. Kemi menduar ne për shembull të shesim prallat, me prallat, historira.